Ministria e Mbrojtjes anuloi tenderin 7 milion euro për bazën e helikopterëve në Fark. Në tenderin e zhvilluar në fund të vitit të kaluar, Ministria e Mbrojtjes skualifikoi 5 ofertat me vlerën më të ulët dhe vendosi të shpallë fituese kompaninë Salilari, e cila kishte ofruar çmimin e dytë më të shtrenjtë, gati 6.4 milion euro. Por vendimi i Ministrisë së Mbrojtjes u ankimua në Komisionin e Prokurimit Publik nga bashkimi i kompanive mes Agri Construction, Alco Impex Construction dhe Bami Holding SHPK, të cilat kishin ofertuar të realizonin kontratën me çmimin 5.4 milion euro ose gati 1 milion euro më pak se sa oferta fituese e Salilarit, ndërsa ankesa e dytë u bë nga bashkimi i kompanive BE-IS, Rruga Ura Asfaltim nr. 2 Elbasan dhe Ergi, të cilat kishin paraqitur ofertën 5.7 milion euro. Pas shqyrtimit të dokumentave, Komisioni i Prokurimit Publik i gjeti të padijshme skualifikimet e ofertave më të ulta. KPP i pranoi pjesërisht të dy ankesat, por vendosi që në vend të ndryshimit të fituesit të urdhëroi Ministrinë e Mbrojtjes që të anullojë menjëherë tenderin, por megjithas kjo histori nuk mbaron këtu, pasi bashkimi i kompanive Agri Construction, Alco Impex Construction dhe Bami Holding e kanë ankimuar edhe vendimin e KPP-s në gjykat, duke kërkuar fitimin e tenderit. Agri Construction është një kompani që zotrohet nga Petrit Patushi, Alco Impex është e Arbër Abazit, ndërsa Bami SHPK zotrohet nga biznesmeni Besnik Bami. Sipas joint venture-it të paraqitur për këtë tender, Agri Construction kishte 53.7% të punimeve, Alco 37.4%, ndërsa pjesa tjetër, prej më pak se 9%, ishte e kompanisë Bami. Alco Impex është një kockë shumë e fortë në Komisionin e Prokurimeve Publike. Kryetari i KPP, Jonaid Myzyri, më parë ka mbajtur postin e juristit në kompaninë Alco, shkruan Kapitali. Përtej kësaj, Arbër Abazi ka lidhje shumë të ngushta në majën e pushtetit. Ky ishte koktejli i dur për të rrëzuar edhe një kompani të fuqishme si Salilari, por ndërkohë edhe Pirro Vëngun.